Të gjithëve, bëhemi gati për të filluar mbledhjen e radhës komisionit? Zoti Leska. Mirë, asa ta hapim mbledhjen. Tani, kolegë të gjithë e keni marrë në mënyrë elektronike agjendën. Jeni informuar edhe për një shtesë në agjendën e sotme, që kështu sot kemi për të diskutuar në komision disa gjëra. Së pari kemi unë po heq ato që janë njoftime dhe vendimarrje të shpejta. Ju kemi marrë një njoftim këtu në kuvend, dhe që është për ta ndjekur komisioni ynë. Propozimin nga Këshilli i Ministrave për kandidaturën e zonjës Olta Rushaj si antar e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Ju kujtohet që nga Banka e Shqipërisë kandidaturat e Këshillit Ministrave ishin vetëm 2 nga 3, ka arritur kandidatura e tretë. Para ca kohësh ne bëm dëgjesat në komision për antarin e Autoritetit Konkurrencës dhe vendosëm që me firmën e 28 deputetëve të depozitoheshin në kuvend mbështetja e grupeve të partive politike këtu në parlament. Partia Socialiste ka sjell pranë kuvendit, ka depozituar mbështetjen me 28 firma për 2 kandidatura. Nuk kanë ardhur deri tani nga partitë e tjera. 2 mbështetje që ka dhënë Partia Socialiste janë zoti Denar Biba edhe zoti pedagogu i universitetit Elidian Balla, Universitetit të Durrësit. Këto janë 2 firmat që këto janë 2 emrat që mbështesin 28 firmat e Partisë Socialiste, nuk kanë nga grupet e tjera politike depozitim për mbështetje. Pastaj sot në rendin e ditës, siç e kemi pasur, vazhdojmë me disa shqyrtime projekt ligjesh. Së pari kemi në cilësinë e Komisionit Përgjegjës projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 34/2019 të datës 17/6/2019 për administrimin e pasurive të sekuestruara të konfiskuara të ndryshuar, që është nisur me deputetit Lëviz Balliu. Kemi caktuar relator zotin Elton Koreshi dhe për këtë çështje kemi ftuar si nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që do na bashkohen pas pak. Gjithashtu kemi edhe në cilësinë e shqyrtimit Komisionit Përgjegjës projekt ligjin për përgjegjësinë financiare të punonjësve publik, nisë me deputeti Bujar Leskaj, dhe për këtë kemi relatore zonjën Antoneta Dhima. Për këtë kemi nga Ministria e Financave përfaqësues dhe ndërkohë deputeti Leskaj ka depozituar një kërkesë për të tërhequr përkohësisht nga kjo nisëm dhe sa të përmirësohet klima shëndetësore, që kështu. Ju do ta depozitoni dhe me shkrim këtë gjë. Po. Dhe pastaj kemi një nisëm tjetër, që është një nisëm me deputetin Serita Tabaku për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Kemi caktuar relatore zonjën Briseida Çakëri dhe për këtë kemi të ftuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, si dhe nga Ministria e Financave. Që kështu unë them që jemi gati, quorumin e kemi, të nisim me nismën e deputetit Lëviz Balliu, i cili së pari do bëjë një prezantim të nismës dhe pastaj do kemi fjalën e relatorit dhe diskutime këtu në komision. Zoti Balliu, fjala është për ju. Përshëndetje, faleminderit zonja kryetare. Shqipëria sot përballet me një fenomen që nuk është më vetëm çështje e rendit publik, por një sfidë serioze për ekonominë dhe strukturën sociale të vendit. Zgjerimin e paprecedent të krimit organizuar dhe të karteleve drogës. Siç pam edhe nga lajmet e fundit, edhe shefi i krimeve të Vlorës, që trafikoi 400 kg kokainë nga Amerika Latine në Europë, ky i përgjuar edhe nga Sky ECC, vërteton se si po rritet trafikimi i lëndëve narkotike. Por edhe sipas një sër raportesh ndërkombëtare, këto struktura kriminale kanë akumuluar pasuri kolosale. Mjafton të përmendet fakti se vetëm njëri prej këtyre karteleve, ai i çopjave, rezulton të ketë një pasuri që arrin deri në rreth 8 miliardë euro, një shifër që i afrohet buxhetit të përgjithshëm të shtetit shqiptar.
Këto kapitale nuk mbeten jashtë ekonomisë, përkundrazi, ato injektohen në sektor të caktuar të saj, veçanërisht në sektorin e ndërtimit, i cili është i identifikuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe antimafia italiane si një nga kanalet kryesore të pastrimit të parave. Pasojat e kësaj ekonomie të deformuar janë të prekshme për çdo qytetar. Rritja artificiale e çmimeve të apartamenteve ka krijuar një realitet të ri social ku sigurimi i një banese është bërë gjithnjë më i paarritshëm për familjet shqiptare. Në këtë kontekst, zhvillimet e fundit që lidhen me zbardhjen e komunikimeve të platformës Sky ECC kanë bërë të mundur identifikimin e pasurive të konsiderueshme të krimit organizuar, një pjesë e cilës tashmë janë konfiskuar nga shteti. Kjo ngre një pyetje themelore të politikave publike si duhet të përdoren këto pasuri në mënyrë që të prodhojnë drejtësi sociale dhe interes publik. Projektligji që propozohet synon pikërisht këtë, që pasuritë e konfiskuara nga krimi të mos mbeten thjesht asete të administruara në mënyrë formale, por të transformohen në instrumente konkrete, mbështetje për kategori të caktuara të shoqërisë. Së pari, projektligji parashikon përdorimin e tyre në programet e strehimit për punojësit e strukturave të rendit dhe sigurisë publike, në veçanti për familjet e efektive që kanë rënë në detyrë. Janë pikërisht këta njerëz që kanë mbajtur barrën më të rëndë për të përballje me krimin e organizuar dhe është detyrë morale e shtetit që familjet e tyre të mos mbeten në vështirësi ekonomike. Së dyti, projektligji parashikon që këto pasuri të shërbejnë si instrument kompensimi dhe mbështetje për familjet e qytetarëve të pafajshëm që kanë mbetur viktima të përplasjeve kriminale, ngjarje tragjike të cilat fatkeqësisht nuk kanë munguar në vendin tonë. Për shembull, dua t'ju kujtoj këtu Bashkim Basha dhe Flutura Basha në atë që njihet si masakra e Dobraçit. Erion Çela, një kamarier që u vra gjatë një atentati në një lokal. Klodian Riza dhe Arben Hoxha, dy qytetarë të tjerë që mbeten të vrarë në atentatin në Memaliaj. Gjithashtu, në disa raste, janë edhe qytetarë që janë plagosur nga atentate, për shembull në atentatin e Don Boskos. Kanë mbetur 5 qytetarë të plagosur, ndërta edhe një vajzë 10 vjeçare. Së treti, projektligji adreson edhe një nga sfidat më serioze me të cilat përballet sot Shqipëria. Krizën demografike dhe shpopullimin. Statistikat tregojnë se në më shumë se gjysmën e qarqeve të vendit, ligjshmëria tashmë është negative. Një ndër faktorët kryesor që ndikon në këtë realitet është pamundësia ekonomike e shumë të rinjve për të ndërtuar një jetë të qëndrueshme në vendin e tyre, ku sigurimi i një banese është bërë gjithnjë më i vështirë si rrjedhojë e rritjes së çmimeve të apartamenteve nga pastrimi i parave të drogës në këtë sektor. Për këtë arsye, projektligji propozon që një pjesë e pasurive të konfiskuara të vijë në dispozicion edhe të çifteve të reja, si një formë mbështetje konkrete dhe njëkohësisht si një instrument për të frenuar largimin e tyre nga vendi. E kuptoj që mund të ekzistojnë dasi politike në lidhje me shumë çështje, por besoj se është e vështirë të argumentohet se këto pasuri do të shërbenin më mirë në një skemë pasive administrimi sesa në një politik publike që prodhon mbështetje sociale, drejtësi dhe stabilitet. Në fund të fundit, ky projektligj bazohet mbi një parim shumë të thjeshtë. Pasuritë e krijuara nga krimi duhet i kthehen shoqërisë. Ky projektligj nuk është një ligj transpozimi të akuis të Bashkimit Evropian, ai nuk është pjesë e planit kombëtar për integrimin evropian dhe nuk pretendon të implementojë një direktivë specifike të BE-s. Ai bën diçka shumë më të thjeshtë dhe shumë më të drejtë. Vendos një mekanizëm që pasuritë e konfiskuara nga krimi të kthehen në dobi të shoqërisë për strehimin e punonjësve të rendit, familjeve të viktimave të krimit dhe të çifteve të reja. Direktivat europiane mbi konfiskimin e aseteve rregullojnë si konfiskohen dhe menaxhohen asetet, por nuk ndalojnë dhe as kufizojnë mënyrën se si shtetet vendosin t'i përdorin ato në interes publik. Përkundrazi,
Parimi që qëndron në themel të tyre është pikërisht ky, që pasuria e krimit t'i kthehet shoqërisë. Pra problemi nuk është se projektligji bie ndesh me Bashkimin Evropian, problemi është se deri sot shteti shqiptar nuk ka bërë pothuajse asgjë që këto pasuri të përdoren për qytetarët. Ky projektligj përpiqet të ndryshojë pikërisht këtë. Dhe së fundmi, tabela e përputhshmërisë që është ngritur si shqetësim në disa komisione tjera, siç e dini dhe ju, të nderuar koleg, nuk është një gjë që e bën deputeti propozues, po merret vetë stafi i kuvendit. Gjithashtu për të tjera pikpyetje nga kolegë të tjerë në lidhje me politizimin e çështjes, dua të rikthej në vëmendje se ky projektligj ka disa masa dhe mekanizma për kontrollin dhe transparencën, të cilat bëhen nga institucione që janë në varësi të mazhorancës aktuale, pra të qeverisë. Pra nuk bëhet fjalë për interesa politike. Shpresoj që emri im në këtë projektligj mos ju ndaloj të mbështesni këtë nismë që mbështet të rinjtë e vendit tonë, që po largohen si dhe mbështet familjet e heronjve të policisë të rënë, të cilët janë përballur me krimin e organizuar, dhe gjithashtu ky projektligj mbështet ato qytetarë dhe ato familje të atyre personave që kanë mbetur viktimë e përplasjeve dhe përballjeve të krimit organizuar. Ju ftoj të bëhemi bashkë për të mbështetur këto tre kategori në interes të vendit, të ligjit, shtetit dhe në interes kombëtar. Zoti Klevis, tani japim fjalën relatorit. Relator për këtë çështje kemi zotin Elton Korreshi dhe pastaj zëvendës ministri nëse ka nevojë për të bërë një ndërhyrje. Faleminderit. Faleminderit kryetare, të nderuar kolegë. Projektligji që kemi sot në shqyrtim paraqitet si një nisëm që synon përdorimin social të pasurive të konfiskuara, duke propozuar që një pjesë të ardhurave nga këto pasuri të përdoret për strehimin e punojësve të strukturave të rendit dhe të çifteve të reja. Ligji për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara është një instrument i rëndësishëm në luftën kundër kriminalitetit dhe administrimit transparent të aseteve që burojnë nga kriminaliteti. Ai është ndërtuar mbi një logjik shumë të qartë, që këto pasuri të administrohen në interes të përgjithshëm publik dhe të kontribuojnë në forcimin e shtetit të së drejtës. Ndërhyrja që propozohet në këtë projektligj e deformon këtë logjik. Në vend që këto pasuri të përdoren në mënyrë të balancuar për interesin publik, projektligji propozon që një pjesë të tyre të orientohen drejt dy kategorive të caktuar përfituesish. Në vend që të kemi një politikë publike gjithëpërfshirëse, kemi një përpjekje për të krijuar një fond selektiv pa një analizë serioze ekonomike dhe sociale. Nëse qëllimi është të mbështesin familjet e reja dhe punojësit e rendit për strehim, pse nuk përdorin instrumentet që tashmë ekzistojnë? Shqipëria ka një ligj të plotë për strehimin social. Ky ligj parashikon programe konkrete strehimi, subvencione, kredi të buta dhe mekanizma mbështetës për familjet që kanë nevojë për strehim. Po kështu për punojësit e policisë dhe strukturat të sigurisë ekzistojnë politika dhe instrumente mbështetës që parashikohen në legjislacionin përkatës. Në vend që të forcojmë politikat ekzistuese, projektligji që kemi sot përpara propozon të krijojmë një skenë të re të fragmentuar, e cila në fakt nuk zgjidh problemin e strehimit, por vetëm krijon një debat politik. Një problem tjetër serioz është mungesa e analizës financiare. Projektligji nuk shpjegon sa nga këto të ardhura do të shkonin realisht për strehim, sa familje do të përfitonin nga kjo skem dhe mbi të gjitha si do të ndikonte kjo në përdorimin aktual të këtyre fondeve. Pra kemi një nisëm që pretendon të zgjidhë një problem social, por nuk paraqet asnjë analizë reale për ndikimin e saj. Dhe kjo është një mënyrë shumë e rrezikshme për të bërë politikë publike, sepse politika publike nuk bëhet me slogane, por me analiza serioze dhe me mekanizma të qëndrueshëm. Në praktikat e Bashkimit Evropian, pasuritë e konfiskuara përdoren për projekte sociale dhe për zhvillim komunitar, por gjithmonë në mënyrë të balancuar dhe në interes të komuniteteve që janë të prekur nga kriminaliteti. Ajo që propozohet këtu nuk është kjo filozofi. Ajo që propozohet është një përdorim selektiv i këtyre fondeve, i cili nuk mbështetet në një analizë të plotë sociale, ekonomike dhe financiare. Prandaj, edhe pse tema që trajton projektligji është temë e rëndësishme, mënyra se si është ndërtuar kjo nisëm nuk krijon një zgjidhje reale. Në fakt, ajo rrezikon të krijojë më shumë paqartësi se sa zgjidhje. Për këtë arsye, në cilësinë e relatorit të Komisionit Ekonomisë, Punësimit dhe Financave, duke mbështetur në analizën ligjore të projektligjit, vlerësoj se ky projektligj në formën aktuale nuk përmirëson administrimin e pasurive të konfiskuara dhe nuk krijon një politikë të qëndrueshme për përdorimin e tyre. Përkundrazi, ai krijon mbivendosje me legjislacionin ekzistues dhe nuk shoqërohet me një analizë të plotë financiare dhe sociale. Për këtë arsye, qëndrimi im si relator është që komisioni të mos të mbështesë këtë projektligj në formën e paraqitur. Faleminderit. Faleminderit, zoti Qefalia, doni të bëni ndonjë ndërhyrje? Po, faleminderit zotëre kryetare.
Ministria e Brendshme në fakt është njohur me informacionin dhe relacionin që ka përgatitur deputeti Balliu lidhur me ndryshimet në këtë projekt ligj. Ne kemi asistuar dhe dje në Komisionin e Ligjeve dhe dua të them që kuadri ligjor është absolutisht i plot për sa i përket mënyrës dhe trajtimit të këtyre aseteve që janë përfituar nga sekuestrime të ndryshme. Së dyti është përcaktuar në ligjin e endit banesave për strehimin social, ligji numër 22 i 2018-s, ka përcaktuar në mënyrë të qartë se si bëhet menaxhimi i këtyre dhe trajtimi kryesisht i punojësve të policisë. Vetëm në vitin 2025 zoja kryetare dhe të nderuar deputet janë dhënë dhe janë alokuar rreth 100 kota strehimi për punojësit e policisë së shtetit. Së treti duhet të them që edhe në ligjin e policisë së shtetit është përcaktuar shumë qartë mënyra se si është qasur në legjislacion mënyra se si parashikohet me njësër mekanizmës përfitues të policisë së shtetit. Dhe ajo çka është më rëndësishme të nderuar koleg, në nismën që ka ndërmarrë Ministria e Brendshme është duke hartuar një kuadër të ri ligjor pikërisht për mënyrën se si do të trajtohen këto asete. Dhe ne si ministri e kemi hedhur këtë për konsultim publik, duke e dërguar dhe institucioneve përkatëse për të marrë mendimet e tyre. Gjithsesi, meqense ne e kemi hedhur për konsultim publik për marrjen e mendimet dhe të publikut, padyshim që do marrim në konsiderat dhe propozimet që ka bërë deputeti Balliu. Dhe së fundi, më vjen mirë që ky propozim vjen nga një pjesëtar i opozitës, se kur vjen puna për elementet dhe çështjet e sigurisë kombëtare, duhet të jemi të gjithë të angazhuar një zëri, një mendim. Pra kjo përkujdesje nuk duhet të jetë vetëm thjesht në trajtimin e punojësit të policisë, por punojësit e policisë kanë nevojë të trajtohen gjithkund dhe në çdo vend. Ktu e kam parasysh se nuk dua ta politizoj se jeni ju deputetët që e bëni politikën, por punojësit e policisë kanë nevojë për trajtim të përhershëm dhe solidaritet për sa i përket aspekteve të cilët rrisin sigurinë publike në vend. Nuk thash edhe një herë, nuk kam ndërmend të them, për ardhur nga opozita më duket një veprim që duhet vlerësuar, por këtë veprim duhet ta shprehin edhe kur përdoren molotov ndaj policisë, kur përdoren elemente të cilët cënojnë figurën e policisë. Pra kjo përkujdesje duhet jetë reale dhe serioze. Kështu që ne si ministri nuk e shohim me vend që të ndërhyet 2 herë në këtë projekt ligj, ndërkohë që ne kemi duke studiuar projekt ligjin e ri dhe nuk e shohim të arsyeshme për ato arsye që unë përmenda më lart. Faleminderit. Koleg, kush ka nevojë për të bërë një pyetje, për të bërë diskutim? Zoti Çara? Zonja Dhima pastaj. Faleminderit, zonja kryetare. Së pari duhet të përshëndes dhe të falenderoj zotin Balliu për këtë nismë dhe për këtë që ka sjell dhe stafin gjithashtu, dhe do ta nis fjalën me atë që tha zoti Qefalia, të cilin falenderoj dhe do kap vetëm atë frazën ku tha përshëndesë dhe e quaj me vlerë që ky propozim vjen nga një përfaqësues i opozitës. Se rrallë kemi dëgjuar nga përfaqësuesit e majorancës, kur ne kemi sjellë me qindra amendamente dhe propozime për ligj, që të jemi falenderuar, dhe kjo në fakt është një mendim ndryshe. Tani për sa i përket atyre që thatë zoti Qefalia, është e vërtetë që ju mund të keni dhënë 100 kuota për fondin e rindërtimit apo për endin e banesë. Por gjithashtu dim që forcat e rendit dhe për më tepër sidomos për ato për të cilat bëm fjalë projekt ligji i zotit Balliu për sa i përket familjet e viktimave që ka pasur nga krimi, sot kemi një raport ndryshe. Ne kemi të dhënat tona tregojnë që ato sot nuk janë më në qendër të vëmendjes të qeverisë dhe ka nevojë pikërisht për këtë mbështetje. Se të themi që jemi solidar me forcat e rendit apo me njerëzit nevojë, do të thotë që duhet ta tregojmë dhe nuk mjaftojnë letrat dhe të bëjmë retorik politike me njëri tjetrin. Propozimi i zotit Balliu është shumë i thjeshtë. Dhe thotë, kemi asete të krimit që janë të palishëm, dhe thotë këto asete thotë
ti marrim dhe mos shkojnë siç kanë shkuar në këto vite dhe nëse doni dalim dhe në shembull konkret dhe shpesh i kanë rimar përfaqësues të krimit, shpesh me ankande apo me riblerje, ne themi që të administrojë dhe të shiten dhe këto para që grumbullohen të shkojnë pikërisht për familjet në nevojë të ish punojësve të policisë, pse jo, të çiftet të reja dhe të tjerë të rasë nevojë. Dhe ky trekënd është para krim, pasuritë pa lishme dhe viktima, të shkojnë të kenë një përfundim dhe të përdoren benefitet, për pikërisht për këtë. Dhe ashtu si thoni që e pranoni propozimin e zotit Balliu, do thoni që po, mundet që të bëni edhe ndonjë vrete, se është normale që një projekt ligj, po të marrim arsye teknike, mund të jemi arsye boll. Por megjithatë, duhet kemi vullnetin. Dhe në fakt, ajo çfarë unë shoh është pikërisht masa korrigjuese që ne duhet marrim për këtë mosvëmendje dhe vullnet të qeverisë për këtë stres. Dhe në këtë kontekst, unë kërkoj që edhe nga përfaqësuesit e mazhorancës të ketë vullnet. Pra, oreja janë realisht pjesë që duhen ndihmuar, sepse ne shpesh flasim këtu në këtë komision dhe për ndihmën sociale të gjitha. E kuptoni që kjo faqe po flasim dhe unë po ju kthehem dhe ish punojësve që s'duhet ta kthej me emra. Sot familje të punojësve të policisë, të vrarë, të rënë në krye detyrës nga krimi, sot janë hall. Nuk kanë asnjë lloj përkraje. Jo jap dhe me emra. Viktima nuk kanë gjetur përkraje. Dhe kjo që po thotë zoti Balliu është e vërtet. Çfarë po kërkojmë? Pikërisht ato që janë përballë krimit të jenë të parat që të përfitojnë. Pse? Sepse ato po rrezikojnë jetën e tyre. Sot fëmijët e tyre rriten pa baba. Dhe nuk mund të trajtohen, se kuptohet që në çdo shoqëri kemi shtresa të ndryshme që janë në nevojë. Por kjo kategori që po thot zoti Balliu është prioritare. Pak në shumë mendojmë dhe besoj që duhet të jetë mendim i përbashkët. Për sa i përket se po dëgjoja edhe relatorin, unë e kuptoj që çdo mendim i opozitës pritet në mënyrë refraktare nga mazhoranca dhe tash ne nuk kemi gjetur asnjëherë mundësinë që të kalojmë. Dhe ndofta me forcën e kartonit përsëri do të rrezohet. Por nëse do të shkojmë fjalisë fundet që ju thatë, që e mirëprisni këtë propozim, shikojeni se ky projekt ligj vlen. Për sa i përket ose të paktën nëse toni që keni një ligj të cilin ju e keni në shqyrtim, një shqyrtim për këtë pikë, bëheni pjesë integrale pikërisht ato propozime që ka sjell zoti Balliu. Për sa i përket endit banesave, për sa i përket unë nuk di që paktën me dënat që u kam, po desh që hym dhe ky diskutim, të ketë qenë suksesshëm këtë periudhë, nëse ju do të thoni sa është fondi që kjo qeveri në këto 12 vite ka akorduar për endin e banesave dhe sa banesa sociale keni bërë, do të shihni që shifrat nuk janë inkurajuese për këtë qeveri, se ju akoma nuk keni mbyllur rindërtimin dhe jo më të keni menduar për apartamente, për endin e banesave. Po ju them që në Durrës banesat e fundit që janë bërë nga enti banesave, pra janë ato me kredi që u morë nga CEO që janë marrë në atë kohë, që janë bërë në kohën e qeverisë Partisë Demokratike, nuk ka pasur më në 12 vite e mbrapa banesa sociale. Pra, në këtë kontekst, por nuk duhet të them të ta kthejmë në debat për endin e banesave, por me që ju më përmendët shifra, ju lutem bëheni pjesë integrale, pikërisht këtë propozim të zotit Balliu, të cilët realisht duhet përshëndetur. Faleminderit. Zonja Dhima dhe pastaj dhe jo para se ti ikësh atëherë do të kërkojmë dhe ndihmë për një gjë, sepse me që ne ishim ne që hapëm mbledhjen, neve duhet të votojmë vendimin për të çuar në seancë plenare antarët e Komisionit të Konkurrencës, Autoriteti Konkurrencë. Votoni, atëherë kush është dakord që të çojmë në seancë plenare 2 emra, Denar Biba edhe Lidon Balla? 5 pro, 4 kundër. Okej, që të mbarojmë punën para se t'ikni juve, se ishit në prezencë. Tani mund të merrni fjalën dhe pastaj zonja Dhima.
Këshilli mbikëqyrës do kemi dëgjes, po. Më së pari unë dua të vlerësoj nismën e zotit Balliu dhe punën dhe kontributin e tij si deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe nënkryetari i Komisionit të Sigurisë. Dhe mendoj dhe shpjegimet në relacionin shoqërus, po dhe shpjegimet që ka dhënë vetë deputeti Balliu në dy komisionet e tjera, në komisionin ton sot, po edhe në media, janë shteruse dhe janë të qarta për domosdoshmërinë e këtij amendamenti ligjor. Por, këtu kaloj te pika e dytë që dua të trajtoj sot. Është fatkeqësi, zonja kryetare, që ju si mazhorancë keni një arogancë të pakuptueshme, një arogancë që e mbështet mbi ato pjesë të tyre. Faktet në këto 6-7 muaj e kanë vërtetuar Kacër Ciprish apo dhe raportet e institucione ndërkombëtare që janë të grabitura apo të blera, të marra në rrugë jo të ndershme. Në këto raste përgjithsisht mazhorancat përpiqen të ndërtojnë ato ura me opozitën në parlament me qëllim që edhe kuvendi të funksionojë normalisht. Po ju kështu i keni urdhat. Unë nuk kam gjë në veçanti me ju si kryetare e komisionit. Ju kështu i keni urdhat dhe këtë filozofi keni implementuar tashmë në kuvendin e Shqipërisë. Në këtu kryetari i kuvendit dhe në drejtimin formal nuk është kryetari i kuvendit zoti Peleshi, po është kryetari i grupit parlamentar zoti Balla. Madje ne edhe mund atë pozicion të kryetarit të kuvendit le të quajmë kryetarin e grupit parlamentar. Madje nuk është as ky i fundit, se ky është megafoni i liderit global, që i merr ato me mesazhe të shkurtra, udhëzimet. Por unë ju bëj thirrje, zonja kryetare, që në ato forumet tuaja partijake ku jeni apo në grupin parlamentar të PS-s ta ngrini dhe këtë problem. Të tregoni vëmendje profesionale, të tregoni vëmendje politike, të tregoni vëmendje dhe në kuadrin ligjor me ato propozime që sjellim ne për përmirësime ligjore. Qoftë ligj të ri, siç kam unë tashe disa vjet ligjin për përgjegjësi materiale apo dhe amendamente ligjore. Kjo është dhe një nga arsyet që unë e pezulloj përkohësisht shqyrtimin e ligjit që kam paraqitur për përgjegjësi materiale të nënpunësve publik. Po të kthehemi te kjo, ne këtu kemi një deputet që krahas aksionit politik që zhvillon në radhë e opozitës, ka paraqitur dhe propozime ligjore që i shërbejnë të tërës, i shërbejnë të paktën dhe atyre që ju deklaroni, dhe nuk ka pse ju të jeni kaq refraktar. Më besoni sinqerisht, duhet të ndryshoni mënyrën si silleni ju me amendamentet ligjore të ndryshme që paraqet opozita. Nuk është kjo. Ju sigur dhe të mësoni nga përvoja juaj e viteve 2001-2005, edhe 97-2001. Dhe po të shikoni, ka deputet të veçantë me formim shumë qytetar, me formim profesional, të cilve ju në veçanti qëndroni denjësisht, apo dhe vetë zëvendës ministri, një deputet me përvojë, ish deputet me përvojë Parti Socialiste dhe një zyrtar serios dhe i ndershëm, ju mund të reflektoni. Nuk keni, do kaloni në votim 5-4, kundra do vej në seancë, sajoni dhe në seancë ju ato sheret dhe pasaj as nuk do diskutohet në seancë. Do gjeni mundësin, do përjashtoni zotin Balliu, kur zoti Balliu mos tjetë, do kaloni ligjin, po dhe po tjetë çfarë rëndësie kanë diskutimet kur nuk ka reflektime. Më besoni, ju duhet lexoni edhe personalitetet të tjera të shoqërisë civile apo në media gazetar që shkruajnë për klimën. Nuk është kjo klima që duhet. Ne këtu në Komisionin e Ekonomisë kemi ndryshe, falë qëndrimit tonë si opozit në radhë parë, po edhe juaj si kryetare dhe unë ju vlerësoj, por ne vërtet do jemi eficient, do t'i përdorim ato burimet me ekonomicitet, me efikasitet, në rast se ne do përpiqemi të reflektojmë për propozimet e njëri tjetrit, të diskutojmë, dhe ato çfarë janë të mira të kalojnë.
të kalojnë. Nuk kemi, ne vazhdojmë pa kuptim, ne po vërtitemi në një rreth sa unë po mendoj që edhe opozita duhet të shikoj qëndrimin e saj, jo të shikoj qëndrimin e saj me karige me këto, se unë s'kam qenë dhe s'jam kur për ato karige, po të shikoj qëndrimin në raport me ju, as për bojkot, po të shikoj forum tjetër të prezantimit të amendamenteve ligjore. Ne kemi 2 reforma të rëndësishme. Reformën për zgjedhjet, për korpusin zgjedhor në tërësi dhe reformën administrative territoriale. Në rast se nuk do ketë mirë kuptim, nuk është zgjidhja ajo me votat që keni ju. Unë ju kërkoj ndjes dhe ju falenderoj që më dhatë fjalën, unë po shkoj në një tryezë që ne organizojmë me këshilltarët e PD-s që organizon bashkëkryetari i komisionit zoti Luciano Boçi dhe Ylli Aslani të Partisë Demokratike, po jam i bindur që dhe këto tryeza tona gjejnë një mur të madh tek ju si majorancë. Nuk duhet të jetë kështu. Më besoni, nuk duhet të jetë kështu. Ju kontriboni keq edhe më keq në këtë klim. Nuk është e vërtet, po e kthej te kjo dhe po e mbyll. Nuk është e vërtet që ju i keni ato 83 mandate të konsoliduara, ato mandate vinë erë. Megjithatë, unë ju falenderoj zonja kryetare. Faleminderit zoti Leskaj. Faleminderit zoti Leskaj, në fakt po të dham lejen, të dham në të drejtën të flasësh para radhe, të dham lejen, të shkosh te mbledhja tjetër. Tani ajo që doja të thoja unë edhe në vazhdim të fjalës së zotit Leskas, pastaj që kaloj fjalën zonjës Dima, është që në komision besoj që biem dakord që ne kemi qenë një komision që kemi dëgjuar njëri tjetrin dhe disa nga mendimet që janë dhënë edhe nga grupi i këshilltarëve demokrat janë votuar. Mos harroni paketa fiskale ka kaluar edhe me ndryshimet që keni sjell juve. Po patjetër, ndryshimet e zotit Deno Bosto u votuan edhe në seancë plenare. Që kështu po mund të hapësh protokollet e ti shikosh. Që kështu jo të gjitha. Tani ajo që tjetra që duhet sjell në vëmendjen tuaj është që pak ditë përpara mbase keni dëgjuar nga media që u botua një indeks i transformimit i Bertelsmann Stiftung, një organizat me qendër në Zvicër, e cila punon me një metodologji të ndërtuar prej shumë kohësh që merr në konsiderat më shumë se 5.000 raporte, ka 300 ekspertë që e artojnë të raportin, bazohet në një kampion për 137 vëndesh, është për vëndet e OECD-s, është vlerësuar edhe Ballkani, dhe Shqipëria ka pasur disa arritje në këtë indeksin e transformimit, që merr në konsiderat një periudhë që i takon një shkurtit të vitit 2023 deri në 31 dhjetor të vitit 2025, dhe Shqipëria ka arritur disa rezultate të rëndësishme. Atëherë, për sa i takon transformimit politik, që është i rëndësishëm, Shqipëria ka një skor prej 7.70 pikës, ose 7.7 pikë, dhe qëndron në vendin e parë në Ballkan. Për sa i takon qeverisjesh, Shqipëria qëndron në vendin e parë me 6.71 pikë, duke lënë pas të gjitha vendet e tjera të Ballkanit, dhe për sa i takon zhvillimit ekonomik, Shqipëria në këtë indeks qëndron në vendin e tretë në Ballkan me një pikëzim 7.11 dhe përpara saj është Malizi me 7.50 pikë dhe Maqedonia e Veriut me 7.18 pikë. Këto gjëra që unë ju them kanë të bëjnë me klimën e transformimit që ka pësuar Shqipëria në këtë periudhë 2 vjeçare. Dhe klima e transformimit lidhet si me qeverisjen, lidhet dhe ashtu dhe me gjithë politikën transformuese në funksion të rritjes ekonomike. Dhe për këtë arsye dua të ndalem dhe në një diskutim tjetër ku disa nga kolegët tu, nuk e kam zotin Bozdo, po unë dhe zoti Bozdo kemi qenë të ftuar në një aktivitet që ka bërë një shoqatë e shoqërisë civile, qendra që drejtohet nga zoti Arjan Ndrymishi, lidhur me influencën e parave të krimit në ekonomi. Dhe dua të ndalem në një gjë që është shumë e rëndësishme edhe për komisionin ton. Në takim ishte edhe zoti Gonzato. Ajo që është e rëndësishme është që në këtë parlament ne të hartojmë një kuadër ligjor që nuk
që punojnë fort për të mos lejuar që paratë e krimit futen në ekonomi. Nga ana tjetër, në Bashkimin Evropian, në dhjetor të vitit 2023, vendet anëtare kanë ngritur një metodologji që ka të bëjë me një bashkëpunim horizontal administrativ midis administratës së Bashkimit Evropian, ku dhati është ky problem, dhe për ato që lexojnë materialet e Bashkimit Evropian, do shikoni që ka një rregullore të re kundër korrupsionit, të dalë jo më vonë se sa 10 ditë më përpara nga Bashkimi Evropian, dhe kjo organizim interadministrativ që po bën Bashkimi Evropian me një metodologji është përkthyer dhe në gjuhën shqipe dhe Shqipëria e ka ngritur këtë strukturë. Kjo strukturë mundësohet dhe forcohet nga kapacitet teknike nga Bashkimi Evropian dhe është në funksion të Ministrisë së Brendshme, dhe Ministrisë Financave, e cila gjithashtu bën edhe mbledhjen e gjitha aseteve të konfiskuara, sipas rregullave për të cilat ne raportojmë dhe ndiqemi në raportimet tona. Doja t'ju bëja me dieni që kemi një situatë të transformimit politik pozitiv të Shqipërisë, kemi një situatë të zbatimit të rekomandimeve të Bashkimit Evropian shumë pozitiv për Shqipërinë dhe një luftë që vazhdon me korrupsionin dhe është e pandalur. Mbasi mund të bëj këtë ndërhyrje, zonja Neta mund të flasi për mendimin, qëndrimin që ka për këtë projekt ligj dhe pastaj zoti Çefalia kishte kërkuar prap fjalën. Zonja Lolli më pas. Faleminderit zonja kryetare, e falenderoj kolegun Balliu për nismën. E vlerësoj njëkohësisht edhe për ndjeshmërinë që kolegu Balliu ka për punonjësit e policisë shtetit, po do të më vinte shumë mirë nëse me të njëjtën ndjeshmëri edhe me të njëjtën kujdes do të vlerësonte punonjësit e policisë shtetit edhe në protestat e opozitës dhe të mos drejtonte molotovët kundër punonjësve të policisë shtetit. Në fakt, kjo qeverisje dhe kjo majorancë e ka mbështetur policinë e shtetit. Ky komision ky komision është komision përgjegjës për buxhetin dhe vit pas viti ka miratuar buxhete të cilët vlerësojnë policinë e shtetit, mbështesin policinë e shtetit si në drejtim të rritjes së pagave, si në drejtim të mbështetjes logjistike, pagesës orëve të jashtë orarit, trajtimit ushqimor, pagesave të tjera, njëkohësisht modernizimit të policisë shtetit dhe njëkohësisht rikonstruksionit të gjithë ambienteve si të drejtorive të policive, ashtu edhe të komisariateve. Pavarësisht kësaj mbështetje për policinë e shtetit do të vazhdoj edhe në këtë mandat qeverisës. Të kthehemi tek projekt ligji. Ky projekt ligj nuk mund të mbështetet nga ana jonë. Jo vetëm për mangësi teknike që ai përmban, por mbi të gjitha për pasojat që sjell në raport me qytetarët dhe në raport me funksionimin e shtetit. Së pari, projekt ligji nuk adreson realisht problemet që pretendon të zgjidh, ai krijon më shumë hapësira për paqartësi dhe interpretime, duke rritur rrezikun për zbatimin selektiv dhe jo të barabartë. Së dyti, mungon transparenca dhe konsultimi i gjerë me grupet e interesit. Një nismë kaq e rëndësishme nuk mund të kaloj pa dëgjuar zërin e atyre që preken drejt për drejt nga këto ndryshime që kërkohen. Së treti, nga këndvështrimi politik, ky projekt ligj duket më shumë si një përpjekje për kontrolluar apo centralizuar më tej vendimarrjen, sesa për të fuqizuar institucionet dhe për të shërbyer qytetarëve. Në vend që të rrisë efikasitetin, rrezikon të krijojë bariera të reja dhe të dobësojë besimin publik. Dhe së fundmi, prioritet duhet të jenë politika që sjellin përmirësime konkrete në jetën e qytetarëve, më shumë shërbime cilësore, më shumë drejtësi dhe më shumë mundësi. Ky projekt ligj nuk i garanton këto. Dhe për këto arsye qëndrimi jonë është i qartë, ky projekt ligj nuk duhet të miratohet në formën aktuale dhe kërkon rishikim më të thellë dhe kërkon përgjegjësi dhe kërkon një dialog të hapur. Faleminderit. Faleminderit zoti Çefalia, do të bëjë një ndërhyrje? Po, faleminderit që rimarr sërish fjalën zoja kryetare, lidhur me atë çka tha zoti Cara. Unë këtu e përmenda dhe ripërsëris sërish, ndërkohë që projekt ligji është për konsultim publik, nuk ka pse të përjashtohet dhe mendimi i deputetit Balliu që për të marrë në konsiderat apo jo, se ne jemi duke diskutuar dhe ky pjesë e publikut është. Por ajo çka doja të thoja tha dhe çik deputeti Adhima. Unë e vlerësoj dhe duke qenë me përvojë që kam asistuar në Komisionin e Sigurisë, më vjen mirë që opozita tregon përkujdesje për sa i përket kuadrit ligjor, por këtë përkujdesje duhet ta ketë edhe në terren.
që policia të mos baltoset, policia mos goditet, sepse ata janë punojës policie, sepse kjo drejtësi dhe kjo përkujdesje pa dashje na kthehet në hipokrizi. Dhe unë këtë e mendoj, nuk ka këtu diversion që Komisioni e Rezon dhe Ministria e Brendshme e mirë pret. Ne kur kemi konsultim publik, pa dyshim që edhe sugjerimet që bën një deputet, i kujt do krau qoftë, do merren konsiderata, por nuk do merren, është vullneti i mazhorancës, sepse prandaj jemi votuar që kemi marrë këto. Pra nuk ka çështje diversioni dhe ndryshim mendimi për këtë gjë. Kjo është edhe arsyeja pse e rimora sërish fjalën. Faleminderit. Vetëm një ndërhyrje të shkurtër, një fjali. Me zonjën që falje, sepse jemi edhe kolegë të vjetër. Atëherë, ky është pikërisht për ku tash tjetër, e të përbojmë. Okay. Jo, për kohën. Atëherë, në të qëndrojmë pikërisht propozimit të zotit Balliu, sepse në qoftë se të fillojmë retorika politike, jo Molotovi, jo përkujdesja, pastaj kuptohet që ky nuk i vlen më debatit teknik. Dhe një vërejtje e nisët ju dhe e përmendët fjalën, dolët ke protestat e opozitës, por nuk thatë shkakun pse protestat shkojnë deri aty. Molotovi se protestat nga shkaku, pëndimësime nga shkaku do të jenë shumë, por shumë herë më të rënda se ajo që përmendët ju. Gjithashtu e vazhdoj dhe kolegja Dhima, por nuk kemi për diskutuar për këtë. Pse është bërë protesta, pse është përdorur pikërisht Molotovi, apo se po dalim ke shkaqet, pastaj kjo ndryshon tërë sistemin. Të flasim pikërisht për këtë, e keni apo jo ndjesin, për këtë fash, ose për këtë shtres sociale që zoti Balliu dhe ju treguat gatishmërim për ta bërë pjesë. Ti qëndrojmë kësaj rryme pozitive dhe pastaj për politikë pastaj është kollajse. Ligji është në diskutim publik, që kështu zonja Allolli çfarë doni të shtoni, ty lutem? Faleminderit zonja kryetare. Kisha disa pyetje dhe një diskutim në lidhje me projektligjin e paraqitur nga zoti Balliu. Pavarësisht të gjitha diskutimeve që u bën këtu, unë mendoj që iniciativa që vjen nga zoti Balliu është dhe një iniciativë e cila është pikërisht në mbështetje të policisë së shtetit dhe jo ashtu siç po diskutohet këtu. Gjithashtu, dua ta vlerësoj pikërisht të iniciativë të zotit Balliu, edhe për faktin se prek një nga parimet më të rëndësishme të shtetit ligjor, që do të thotë pasuria e cila është krijuar pikërisht sot nga krimi i organizuar, të mos mbetet e papërdorur, por ajo të kthehet për shoqërinë si një vlerë konkrete në të mirë të saj. Gjithashtu, ky projekt ligj sjell edhe një qasje tjetër më të përparuar. Pse? Sepse ai krijon një mekanizëm të strukturuar e cila lidh luftën me krimin e organizuar dhe duke e kthyer atë në një politikë sociale të ndjeshme, pikërisht siç është sot strehimi. Nga ana tjetër, ky projekt ligj mbështetet në një filozofi shumë të fortë, e cila ka të bëjë me pasuritë të cilat janë sot të paligjshme, të kthehen si një ndihmë dhe një mundësi për familjet të cilat sot nuk kanë mundësi strehimi dhe alternativa të tjera. Dhe nga ana tjetër, e vlerësoj pikërisht këtë projekt ligj si një prioritet të qartë, duke vendosur nisur nga fakti, domethënë që sot çiftet e reja brenda policisë së shtetit nëpërmjet kësaj iniciative të vlerësohen, të mbështeten nëpërmjet politikave sociale, siç paraqit edhe zoti Balliu pikërisht në projektligjin e tij. Dhe nga ana tjetër, ai parashikon, dhe jo siç u ngritu nga kolegët, por mendoj që parashikon mekanizma të forta kontrolli, transparence, dhe njëkohësisht auditimit të fortë publik, por njëkohësisht edhe raportim pikërisht në lidhje me të. Prandaj mendoj që këto mekanizma e bëjnë këtë nismë mjaft të vlefshme, por njëkohësisht edhe të besueshme në zbatim. Më vjen mirë që kolegët e opozitës edhe zoti Qefalia e vlerësojnë këtë si një nismë shumë të rëndësishme, por për çudi sa herë vjen ai momenti që paraqiten projektligje pikërisht nga deputetët e opozitës, gjithmonë thuhet janë shumë të mira, po tash duhet rishikuar edhe një herë projektligji, po pse kështu? Cilat janë këto arsye?
Ju kanë votuar qytetarët, por mendoj që edhe zoti Balliu në këtë iniciativë të vetën, projektligjin e ka konsultuar, ka sjell mendime shumë të vlefshme dhe nuk jo gjithmonë duhet parë në aspektin vjen nga opozita e duhet e idhur poshtë dhe kjo është gjithmonë një teori tashmë e njohur për ne të gjithë, por edhe ne, zoti Qefalia, kur jemi votuar ose votat i kemi marrë nga qytetarët dhe për t'i përfaqësuar denjësisht pikërisht në Kuvendin e Shqipërisë. Pavarësisht këtij diskutimi, dua të bëj disa pyetje. Zoti Balliu, a është në linjë pikërisht ky projekt ligj me direktivën e Bashkimit Evropian? Një pyetje tjetër, a mund të që kam përsëri për ju. A mund të detajohet më tej mekanizmi i raportimit publik nëpërmjet kësaj nisme për qytetarët, në mënyrë që ata të kenë akses të qartë dhe të drejtë për drejtë pikërisht në përdorimin e këtyre fondeve? Një pyetje tjetër, si do të përcaktohen konkretisht kriteret për përfitimin e çifteve të reja në mënyrë që mbështetja për ta të shkojë tek realisht tek ata të cilët kanë më shumë nevojë. Diçka tjetër, a është menduar që ky mekanizëm në të ardhmen të zgjerohet më tej edhe për kategori të tjera në nevojë, por duke ruajtur gjithmonë prioritetin që keni përcaktuar ju në këtë nismë tuaj? Faleminderit. Zoti Balliu, mund të përgjigjeni ju lutem? Jo, nuk e di kush ka tjetër pyetje, po ndërkohë s'ka. Një pyetje se nota këtu nëse mund. Mund një pyetje shtesë. Po. Ka dikush tjetër pyetje ti mbledhin gjitha pyetjet për një? Okej, zoti Cara. Jo, një pyetje. Zoti Balliu, ju parashikoni në projektligjin tuaj disa grupe shoqërore që përfitojnë nga asetet dhe pasuritë e konfiskuara. Kush merr më shumë prioritet për ju te ky projekt? Zoti Balliu, jeni gati? Atëherë, faleminderit, unë dua të kthej një përgjigje me para zonja kryetare, me gjithë respektin që kam për ju edhe unë dhe kolegët e mi, po mjafton të shikojmë institutin Videm, cilin edhe ju i referoheni shpesh se çfarë thot për demokracinë në Shqipëri, që e quan një autokraci elektorale. Pra, tu në Shqipëri nuk bëhet më fjalë për demokracinë dhe nuk ka institut apo raport ndërkombëtar, qoftë i Bashkimit Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që na cilëson ne si demokraci funksionale. Nuk ekziston në asnjë rresht. Në fakt, negociatat janë hapur që kështu këtë gjën e tregon ardhmja. Çështja është që ti mbyllësh negociatat, por për t'i hapur i hapi edhe Turqia për 50 vjet edhe në fund nuk shkoi asgjë kundi. Por dhe për çështjen e integrimit është edhe ky ligj pikërisht për këtë punë dhe ka një direktivë Bashkimi Evropian, dhe nëse ju jeni akoma në mision për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë do t'ju ftoja që këtë ligj ju ta mbështesni dhe ta votoni, sepse ky ligj është pjesë e direktivës 2014 fraksion 42 të Bashkimit Evropian, ku cilësohet specifikisht, pavarësisht se ju e quani selektive, kjo është forma e Bashkimit Evropian, që për disa shtresa në nevojë që kanë prioritet, duhet ndërmarr këto lloj hapash dhe ne kemi zgjedhur këtë formë me këtë projekt ligj që është plotësues për ligjin aktual. Dhe nuk ka këtu absolutisht asnjë interes politik, sepse të gjitha mekanizmat që merren me kontrollin dhe transparencën e këtij projekt ligji bëhen pikërisht nga ju. Nuk bëhen nga opozita. KLSH-ja, Kuvendi, Ministria e Financave, këto janë gjitha që i drejtoni ju vetë. Pra nuk ka këtu interes politik apo përqendrim të pushtetit, siç u tha nga një nga deputetët. Se nuk po përqendrohet pushteti tek opozita apo tek mua personalisht. Dhe ndarjen se kush do të marri sa dhe si do të bëhet, unë e kam lënë që ta vendos VKM-ja në këtë projekt ligj. Agjencia juaj, po dhe me VKM. Edi Rama nuk punon për mua, me ju është ai. Ju po thoni që Edi Rama e kontrolloj unë? Se kjo pasaj është absurde.
Tani, thënë këto, më lejoni për dy çështje që ngriti relatori. Mungesa analizës financiare. Unë ju sfidoj të më gjeni një projekt ligj tuaj që vjen, pavarësisht se ka impakte të mëdha financiare, që vjen me analizë financiare. Në rastin konkret, unë nuk kam analizë financiare sepse nuk është e nevojshme, sepse projekt ligji është, agjencia është, ju nuk duhet të merrni para shtesë, sepse do të bëhet po nga e njëjta agjenci. Pra ne nuk do të shtojmë një kabinet të ri apo një agjenci të re. Ne thjesht do të punojmë me atë që është. Fondi do të ketë një fond të posaçëm të parave që i konfiskohen nga krimi organizuar. Dhe ai fond do të përdoret për këto tre kategori. Dhe patjetër që prioritet duhet të jenë policët e rënd në detyrë që janë përballë dhe janë vrarë nga këta kriminal, dhe pasuritë që ne i konfiskojmë këtyre kriminalëve duhet shkojnë për familjet e tyre, se unë mund t'ua jap me emra që ka fëmijë të këtyre efektive të policisë, të cilët për shkak se s'kan babain aty, sot nuk blejnë dot një shtëpi. Dhe nuk e blejnë dot shtëpinë sepse ka shku metri katror 4.000 euro, sepse pastrohen paratë e drogës. Se nuk mund të jetë 500.000 lekë rroga dhe 4.000 euro metri katror në Tiranë. Se jemi as në Milano, se jemi as në Bruksel, se jemi as në Vjenë, e se jemi as në Londër. Por metrin katror e kemi sa ata, kurse rrogat i kemi si në Kabul. Mund të blesh një shtëpi në Londër me rrogën e Kabulit, nuk e blen dot. Vetëm ne kërkojmë që ta bëjnë njerëzit tu. Dhe prandaj prioritet kanë efektiv të policisë. Dhe patjetër duhet të kenë prioritet ata njerëz që unë përmenda, që kanë qenë duke shkuar në punën e tyre, ka qenë duke bërë punën ai, kamarier atje. Pagoheshe 300.000 lekë muaj. Dhe vinë përplasen bandat që majnë pushtet këtë mazhorancë, edhe ai humb jetën atje. Dhe një nën ngelet pa djalin, një baba ngelet pa djalin, një motër ngelet pa vllajin. Normal që kanë prioritet ata, se me paratë e ati mbaheshe familja, me paratë e ati djali. Dhe patjetër çiftet e reja, ja ku i keni këtu mbrapa, janë student. Kush nga ju do ju thotë që me rrogën që do marrin këtë kuvend, si specialist me 500.000 lekë, 600.000 lekë do mund të blenë shtëpi vet? Që do ishte një nga rrogat më të mira po të hynin këtu. Kush do i thotë nga ju? Student e juridikut, student e shëndetësisë, student e ekonomisë, kush do ua thotë? Po ngelen të gjithë trit po largohen për këtë arsye se nuk e ndërtojnë dot jetën. Kanë ngelur spitalet pa infermier, sepse ikin në Gjermani. Nuk është çështje vetëm e konfiskimit parave. Që ne ti mbështesim të brez, është çështje kombëtare. Është interes kombëtar. Sepse në qoftë se ne nuk e ju lutem, se nuk ju ndërhyra asnjërit. Ju lutem. Dhe juve do t'i përgjigjeni pyetjeve, po ju lutem. pyetjeve po i përgjigjem zoni thash. Të lutem, më lëni tani unë nuk përgjigja, unë nuk bëra debat me askën. Të lutem theni tash çfarë keni problem? Që them unë që duhet t'i japim shtëpi atyre se nuk mund t'i marrin shtëpi të gjitha plumb gjoka. Unë nuk mendoj që jam dakord. Tani këtu është votuar ligji për këtu është votuar ligji për atë investitorin strategjik. A është votuar këtu ai ligj? Po sa shpejt e votojmë investitorin strategjik në plumb gjoka dhe nuk bëkemi dot këtë çështje? Pse? Se ka sjell Klevis Balliu. Hiqeni emrin tim, veni emrin e Belindës. Te projekt ligji. Edhe votojeni pastaj. Edhe votojeni pastaj. Jo referohem çfarë duam këtu. Çfarë duam? Jo çfarë duam i referohem këtu. Po këtu i referohem unë çfarë duam. Këtu i referohem unë çfarë duam për projekt ligjin tim e di unë për çfarë kam bë. Projekt ligjit tim i referohem unë çfarë duam, si duam, kur duam. Kësaj këtu i referohem si duan. Po pra, kësaj këtu i referohem si duan. Tani, i gjithë problemi këtu është ky, që e ka sjellur opozita. Ky është problemi. Se prandaj pasi kam depozituar këtë projekt ligj, 3 javë më pas, Këshilli i Ministrave ka nisur një projekt ligj të ngjashëm. Shumë mirë, le të vinë ti sjell, se thash unë tha Komisioni i Ligjeve, kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulci Manja. Do vinë le ta sjellin aty. U fol këtu për për grupet e interesit. Tani, kjo është qesharake. Më tha zonja Dhima, nuk janë shqyrtuar grupet e interesit. Grupet e interesit këtu janë policia e shtetit, të rinjt dhe të rejat e këtij vendi, janë familjet e atyre që kanë mbetur viktim, të 3 grupe përfituese
të vetmit grup interesi që unë nuk e kam pyetur dhe s'kam plan ta pyes, se m'intereson çfarë mendimi ka, që preket nga ky projekt ligj, është krimi organizuar. Çam duhet mu çfarë halli kanë ata? Sepse problemi është që aktualisht e nderuar kryetare, dhe i keni me shembuj konkret, paratë të cilat kanë qenë të konfiskuara, u janë kthyer mbrapsh atyre që ja kanë konfiskuar. Dhe mund t'ju japim një shembull, plot 5 milion euro Olti Bistri. Nuk janë pak 5 milion euro. Dhe e dyta, kjo do të motivoj edhe konfiskimin e atyre parave të sekuestruara, që zëvendës ministri e di shumë mirë, që këtu sekuestrohen shumë, po konfiskohen pak. Ky projekt ligj është për paratë e konfiskuara. Unë po ju a them dhe u a them me sinqeritet. Hiqeni emrin tim, vendosni një emër tjetër, po ky është një projekt ligj që na jep nder si kuvend. Nuk është çështje merite kjo që do ta marrë meritën opozita, se kjo opozit nuk e kalon dot këtë projekt ligj pa votat tuaja. Unë ju ftoj që në rastin konkret për këtë çështje të bëhemi bashkë, sepse janë 3 pika të cilat asnjë nga ju realisht dhe sinqerisht unë refuzoj ta besoj që janë kundër. Refuzoj ta besoj. Probleme me financimin, se këto janë ato që ngritet. Me financimin nuk ka, dhe ua shpjegova pse. Me integrimin në Bashkimin Evropian nuk ka, sepse është pjesë e direktivës 2014/42 e Bashkimit Evropian. Atëherë cila është arsye që do votohet kundra? Dhe për ta mbyllur, meqense u akuzova këtu nga zonja Dhima dhe nuk e di dikush tjetër për çështje të molotovëve, ditën që ju jepni emrin e një polici të dëmtuar, unë vi këtu para këtij komisioni dhe ju jap dhe mandatin. Nuk dëmtohen policët në protestat në të cilat unë jam shef organizimi. Kurse që të hiqet Ilir Proda, disa nga kolegët tuaj për zbërtetës edhe më kanë falenderuar. Dhe besoj dhe ju e dini se kush janë. Faleminderit. Faleminderit zoti Balliu, shok koleg, unë mendoj që ka ardhur momenti për të kaluar në votim. Kush është dakord? Tani jemi në proces votimi, po tani e komentit i bëm në fillim. Okej, hajde, bëni dhe ju një. Jo, shumë shkurt dhe kam zysh. Tani, çështja është, këtu do të merremi me projekt ligjin dhe do të merremi me impaktin që projekt ligji mund të ketë në jetën e atyre që deputeti Balliu tha. Tashmë, para 2 javësh kemi të njëjtin shembull. U refuzua një projekt ligj dhe u votua kundër i deputetes Ina Zhupa dhe pas një jave e morët copy-paste e sollet me emrin e Viskushit. Nuk e kemi problem fare që të ndodhi e njëjta gjë. Ta votoni kundra dhe shpresojmë javës tjetër të vi me emrin e Admirit apo me emrin e Eltonit Shëncika. Puna është do bëjmë edhe ne në një propozim që të gjithë ai parlament ta bëj këtë nisëm të përbashkët. Ajo që propozon deputeti Balliu ka shumë të drejtë. Dhe besoj se që të gjithë ne e kemi këtë ndjesi, sidomos ndaj viktimave të krimit. Familjeve të dëshmorëve të policisë, viktimave të krimit, çifteve të reja edhe etj. Tani, unë nuk e kuptoj se si mundet Komisioni Ekonomie, që duhet diskutojmë çështjet ekonomike financiare, të vi këtu tani dhe të nisi nga zëvendës ministrit përmendet Molotovi e të vazhdoj dhe nga kolegët tanë përmendet Molotovi. Nuk ka fare kjo lidhje me Komisionin e Ekonomisë. As Molotovi, as protesta dhe asgjë tjetër. Se po tjetë për atë punë, hajde po nisim dhe ne, që dhe ju në gjirin e policisë tuaj keni kriminel, keni bashkëpunëtor të krimit, keni njerëz janë faktuar që janë marrë me tregti të narkotrafikut, ajo policia që ju doni 2015-16, narrative të dënuar janë, po ne s'po merrem me ata. Ne po mundojmë të kalojmë një projekt ligj për policët e ndershëm që i vlerësojmë gjithë bashkë. Për ata policë ndershëm dhe nuk kanë ndershmëri më të lartë se ai që ka dhënë jetën në luftë kundër krimit. Faleminderit. Shumë, natyrisht që unë kam përshtypjen që edhe ju e keni informacionin që të gjitha ata që janë heroj në luftën kundër krimit janë të vlerësuar nga qeveria, i është dhënë mbështetje edhe familjeve të tyre dhe fëmijëve, edhe një bonus special i është dhënë familjeve, e kemi ndjekur nga afër rast pas rasti. Unë dua t'ju them edhe diçka tjetër zoti Xhaferi, lidhur me nismat. Me që përmendët zonjën Ina Zhupa, që është një deputete e respektuar, iniciativa e zonjës Ina Zhupa ishte e drejtë, por ishte e shprehur në vendin e gabuar. Dhe ajo që u bë, edhe me mirënjohje edhe nga deputetët e opozitës, ishte që u vendos në vendin e dur ndryshimi ligjor. Dhe nisma
u realizua. Ato mësues që nuk e kishin përfituar dot pagesën për arsye të një VKM-je që kishte ndryshuar atë gjë, u rregullua te ligji i arsimit para universitar dhe jo te ligji i arsimit universitar që kërkohet të ndodhte. Por kjo është diçka tjetër. Nisma e zotit Balliu është quar dhe në Këshill të Ministrave dhe Këshilli i Ministrave është përgjigjur dhe kjo është marrë përgjigje nga Këshilli i Ministrave. Iniciativa është e mirë përse, po nuk është e qëndrueshme, sepse paratë e konfiskuara nuk janë të qëndrueshme. Ti nuk e di si konfiskon, ti nuk i parashikon dot ato. Ajo që parashikon është mbështetja buxhetore e vazhdueshme për këtë kategori punonjësish dhe kjo është shpjeguar shumë mirë në përgjigjen që ka sjellë Këshilli i Ministrave. Ne të gjithë e kemi, unë mund t'i them dhe Elvi t'ju a bëj fotokop. Po nuk e ne jemi Komisioni Ekonomisë dhe po këtë gjë e mban mend diskutimin e madh që kemi bërë për pensionet dhe për tepëricën buxhetore, se çfarë situate është i njëjti skenar. Është i njëjti skenar si ai, ti nuk merr përsipër një gjë që nuk e njeh. Të lutem, nuk ju ndërhyjm. Nuk merr përsipër një gjë që nuk e njeh angazhimin financiar projektues. Nuk e merr dot sepse kërkon të krijosh një barrë financiare. Prandaj për këtë arsye, në momentin që po shikohet projekt ligji, zëvendës ministri sapo na i tha, në projekt ligj nisma do merret në konsiderat. Kemi pasur dhe raste të tjera ne kur kanë ardhur nisma që kanë qenë të mira, por nuk kanë qenë të vendosura drejt, janë marrë konsiderat. Jo më blarg se sa fundi vitit të kaluar kemi nismën e PPP-ve. E kishte nisur zonja Tabaku nismën e PPP-ve, erdhi, u pa në komision, u rregullua, u transpozua siç duhet në ligjin e ri dhe u kaloi në parlament. Dhe këto janë fakte, jemi gjithë këtu që kemi diskutuar. Po pra, të njëjtën gjë pra, po në këtë rast po flasim për mbështetjen buxhetore, po flasim për konfiskimet. Po pra, dakord. Meqense nuk e dim, nuk e kemi të qëndrueshme këtë gjë dhe nuk i dim jemi përpara dy të panjohurave. Po, asnjë, po në këtë rast meqense ka një mbështetje. Dakord. Ne kemi edhe kam një pyetje për zëvendës ministrin. Meqense ti je dakord që janë këto, meqense ne kemi figuar përpara jush. Të smesillni ato kërkesa që keni ju, ta i grupuna, dhe ti i fusun të projekt ligjim, hajde bëjmë. Ne kemi nisur përpara, hajde, jam dakord, unë jam kundra kësaj. Sillni çfarë kërkesash keni, dhe hajde ta sillim prapë. Ti je një deputet me iniciativë pavarur. Këshilli i Ministrave punon me një platformë, po janë të varur, se janë të varur nga ato 83 vota, që kjo është ajo që bën diferencën. Natyrisht që bën diferencën, që kështu tani a mund të kalojmë në proces votimi, kush është dakord të miratojmë në parim projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 34/2019, datë 17/6/2019 për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara të ndryshuara. Kush është dakord? 3 vota pro. Kush është kundër? 6 vota kundër. Nuk kalon në parim, bëhet gati për të kaluar në seancë plenare. I pa miratuar në parim. Faleminderit zoti Balliu. Po. Dhe nuk e di kush është nga Ministria e Financave, kalon ligji i Po. Jo, e kishim zemra. E kishim Joridën. Jo, e kemi pasur Joridën, edhe një minutë. Jorida do të ishte shkurtër se do vazhdoj diskutimi. S'kemi votim, vetëm e hapim në parim. Bujari u tërhoq, 2 vendime. Por votim këtë që vetëm kemi, tani Jorida se faleminderit shumë. Që pritët, faleminderit që erdhët. Faleminderit ju. Besoj do ta kryejmë. Po. Era e tretë.
Por çfarë ligji ju jeni të thirrur juve? U tërhoq dhe ka se me depozitoj me shkrim. E tërhoqi tani. E treta e vërteta s'do vini më tani. U tërhoq vesh. Sa të rregullohet koha me ju. Faleminderit. Ta shikosh 2011, 10 vjeçar të planon efektivitetin. Kjo këtu që të ndodh, të sikin, po jam presim njëri tjetër apo jemi? Jemi gati? Fillojmë, jemi gati? Zonja Tabaku, mirë se erdhët. Atëre në mes të dhjetorit të vitit të kaluar, zonja Tabaku ka depozituar një nisëm në kuvend që lidhet me disa ndryshime në ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Nisma është vendosur në faqen e konsultimit publik të kuvendit dhe disa nga grupet e interesit kanë kthyer përgjigje. Megjithatë do të ishim të nderuar të dëgjonim iniciativën pse zonja Tabaku erdhi në këtë vendim për të cilë një nisëm ligjore, dhe nga ana tjetër unë do të doja t'ju bëja me dije që nisma që erdhi e zonjës Tabaku kërkoi për t'u vendosur në platformën e konsultimit të kuvendit, sepse duhet marrë disa vendime nga grupet e interesit, por në të njëjtën kohë edhe për t'i dhënë mundësi qeverisë së Shqipërisë që të shikonte të gjitha strukturat e mundshme për të reaguar në lidhje me një kërkesë që depozituar dhe nga një grup
të grup deputetësh të Partisë Socialiste në ritritet që bën Partia Socialiste lidhur me ca iniciativa të caktuara. Që kështu zonja Tabaku, do doja shumë që ju të bënit një shpjegim për këtë dhe pastaj zonja Manjani nëse donit na shtonit diçka lidhur me këtë informacion që do marrim. Faleminderit. Faleminderit zonja kryetare, së pari më lejoni t'ju falenderoj ju për bashkëpunimin gjatë këtyre 2 muajve, sepse që në momentin e parë që depozitova nismën, ne komunikuam për të bërë konsultimin online, për diskutuar në këtë komision, e shtym disa herë që t'i jepnim kohë dhe gjitha organizatave të shoqërisë civile që t'i jepnin komente. Unë me thënë të drejtë nuk kam dieni se çfarë kanë depozituar deputetët e PS-s këtë ritritet tuaja, se ne dim këto që po, okay. Se ne dim këto që depozitohen këtu në parlament, nuk e dim çfarë depozitohet atje, por që nga dhjetori që e kam nisur këtë nisëm, fokusi kryesor ka qenë për të hapur një debat për një temë që unë personalisht e kam shumë afër zemrës për një arsye të thjeshtë. Gjatë fushatës elektorale dhe këtë historinë e kam treguar dhe në komisionin e çështjeve sociale dhe shëndetësisë, gjatë fushatës elektorale të vitit të shkuar, secili prej nesh është përballur me shumë qytetar, unë duke rënë der dyerve të qytetit Tiranës, këtu në degën numër 2, njoha Eliona Zajmin, e cila është një vajzë e spektrit autik të nivelit 4, e cila kishte 2 prindër që kujdeseshin për të dhe nuk kishin mundësi për të shkuar në punë. Historia e tyre personale, të them të drejtën, më ka prekur, duke qenë se një zonjë e cila kishte hequr dorë e përgatitur profesionalisht, kishte hequr dorë nga puna për të qëndruar vajzës në shtëpi dhe kishte të pamundur që të ofronte ashtu si duhej kujdesin e saj, duke pasur parasysh faktin që kishte një pikpyetje shumë të madhe për të nesërmen, për pensionin që do merrte nesër, për faktin që i mungonte tregu të punës, që nuk i kishte llogaritura ditët e kujdesit në shtëpi si ditë pune për qëllime të sigurisë shoqërore dhe shëndetësore dhe shumë shqetësime të tjera që ka çdo nën dhe çdo prind. Nisur nga kjo, unë propozova një projekt ligj për të marrë parasysh që të gjitha nënat, të cilat janë të parpuna dhe kanë në ngarkim fëmijë me sindromën Down ose me çrregullim e spektrit autik, kur të ardhurat e tyre të familjes janë nën 100.000 lekë, duke marrë parasysh 2 paga minimale, saqë është paga minimale tani, shteti të siguronte dhe të krijonte mundësinë që nëse këto do të ishin kujdestar, sepse në disa raste ndodh që këto nuk janë kujdestar, ti llogariste këto si ditë pune. Gjatë konsultimeve me shoqërinë civile, të cilët un kam përmbledhur edhe një sër komentesh që për kolegët deputet këtu mund t'i vendos në dispozicion dhe kam bërë dhe 3 seanca publike dëgjesash përveç komenteve që ato kanë sjellë në platformën e Kuvendit. Unë arrita që të marrë më shumë informacion, të them drejtën zonja kryetare, shumë e vështirë që të marrësh informacione nga shteti shqiptar. Unë jam deputete e këtij parlamenti dhe me gjithë shkresat e panumërta që kam nisur, ka qenë e pamundur që të merrja informacion, po pavarësisht kësaj, nga organizata e shoqërisë civile, arrita që të marrë disa informacione dhe njëkohësisht sugjerime, të cilat së pari më bën mua që të zgjeroj grupin e personave që kam propozuar, në qoftë se këtu bëhet fjalë vetëm për nënat e fëmijëve që kanë ngarkim, nënat që kanë ngarkim fëmijë me sindromën Down ose çrregullime të spektrit autik, grupi është akoma dhe më i gjerë, pra janë gjitha personat me aftësi të kufizuara. Qeveria shqiptare ka me sa kuptoj rreth 15.000 përfitues që mund të llogariten në këtë grup, ka një përjashtim për personat tetraplegjik dhe paraplegjik që kjo sigurohet tashmë. Pagesa e kujdestarisë është qesharake, është 14.000 lekë të reja, është një pagesë e cila është e pamundur që të siguroj minimumin e kujdesit, jo më pas kujdesit shëndetësor, kurse, logoped dhe çdo nevojë tjetër që kanë ky grup dhe ka nevojë për një sistem mbështetës, ka nevojë për një infrastrukturë të mirë menduar, ka nevojë për sisteme të cilat janë të zbatueshme. Qeveria shqiptare është njëkohësisht duke hartuar një ligj për sa i përket aksesueshmërisë në shërbime të këtyre grupeve dhe
besoj që sigurisht mund të shihen të dyja, mund të shihen edhe e integruar me propozimet tjera që ju mund të keni, sepse nuk kam dieni për sa i përket propozimet tjera, por është e nevojshme që ne të hapim një debat për punën e papaguar të grave dhe të zonjave. Për një punë të papaguar që u hap rruga me ligjin e barazisë gjinore, për një punë të papaguar e cila është më e vyeshme se puna e secilës prej nesh që është këtu, sepse unë gjykoj që kryejnë diçka që ne e kemi të pamundur që ta konceptojmë, që të heqim dorë nga angazhimi në punë, nga të ardhurat e qëndrueshme për t'u angazhuar për kujdesin për një fëmijë që nuk është e lehtë me të gjitha kërkesat që mund kenë fëmijë të këtyre kategorive. Për këtë arsye kam sjell këtë propozim. Ndërkohë që flasim, qeveria shqiptare nuk ka sjell akoma një përgjigje kërkesës që ka nisur Parlamenti i Shqipërisë dhe ky komision për sa i përket mendimit të qeverisë shqiptare. Unë i kam thënë dhe kolegëve në komisionet e tjera, për mua nuk ka absolutisht asnjë rëndësi nëse ky projekt ligj ka emrin tim apo jo. E rëndësishme është që ky parlament të ngrihet për te interesit politik të emrit të një deputeti apo të opozitës dhe të sjellin një propozim ligjor që është në të mirë të zonjave dhe të grave. Sa kohë kemi në parlament, dhe këtu i bëj thirrje zonjave dhe grave, sa kohë kemi në parlament dhe s'kemi sjell një iniciativë përbashkët. Sa kohë kemi dhe nuk kemi bërë një iniciativë ligjore që të vi nga zonja deputete, që t'i bashkohet kërkesës që kanë sot ky grup njerëzish që me sa kuptova nga diskutimet me shoqërinë civile është me të vërtet jashtëzakonisht shumë i nevojshëm. Në Komisionin e Çështjeve Sociale dhe të Shëndetësisë ne diskutuam edhe për një dëgjes me organizatat e shoqërisë civile, sepse ky ndoshta mund të jetë një grup i ngushtë, janë 2500 persona asaj grupit që unë i referohem, ndërkohë që 15000 në total, duke marrë parasysh amendimin që unë kam dëshirë që t'i bëj këtij propozimi për gjithë personat me aftësi të kufizuar, sepse edhe sipas parimeve, po njëkohësisht edhe sipas të gjithë informacionit që unë mora, unë nuk dua në asnjë mënyrë që të ndodhë një formë diskriminimi për një grup ose një grup tjetër, dhe nevojat janë të njëjta në këtë sektor për të gjithë, duke pas parasysh dhe këtë pagesën qesharake të kujdestarisë prej 14000 lekësh, dhe është e nevojshme që të ketë edhe një dëgjes edhe për shërbime tjera sociale që kanë nevojë kjo kategori. Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale besoj do jetë në kontakt edhe me ju, po edhe me kolegë të tjerë për të organizuar këto dëgjesa, po unë doja që ne ta nisim një debat për këtë dhe të hapnim një debat në këtë komision që është komisioni i përgjegjës për të parë dhe për të gjetur një mënyrë që edhe nëse ka iniciativa të tjera, edhe nëse shoqëria civile sjell propozime në shërbim të përmirësimit të kësaj iniciative, pas një kompleks, kushdo që ka dëshirë mund ta përmirësoj, mund ta pasuroj, ne të kemi një qëllim të përbashkët që këtyre zonjave t'i bëjmë diçka të mirë, që nga ky parlamenti dhe nga kjo politika që shpeshherë është kaq pak me përgjegjësi sociale dhe me kaq shumë fjalë të sjellim një akt që politika nuk është vetëm ndarse, po edhe bashkon. Dua t'i falenderoj kolegët e Komisionit të Ekonomisë, edhe juve kryetare për bashkëpunimin gjatë 2 muajve të shkuar që kjo të shkonte ke sa më shumë grupe interesi, sepse ky ishte qëllimi që të kishim gjithë përfshirje, dhe shpresoj shumë që ky propozim i pasuruar dhe me tjera, i ndryshuar, të marrë rrugën për mbështetje dhe për miratim, sepse nuk është interesi i një zonje, një vajze që unë takova që janë në vështirësi, po është një grup i tërë që me të vërtet është një grup i diskriminuar deri më sot. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shpresoj që të gjejmë një mënyrë që kjo të ecë përpara. Deri shumë zonja Tabaku, në fakt ajo që doja dhe unë të shtoja është që kjo është një iniciativë e rëndësishme, por ajo dhe për këtë arsye është konsideruar që ka 2 elementet që duhet na frymëzojmë nga kjo iniciativa. Së pari që ne në parlament kemi pasur një zakon që e ka marrë përsipër zakonisht pala e zonjave që vijnë nga opozita që të bënim aleancën e grave deputete. Dhe ky është një moment reflektimi që dhe duhet na çojë përpara drejt konsolidimit kësaj aleance. Me aleancën kemi bërë gjëra të mira, sidomos për dhunën ndaj gruas, dhunën fizike, dhunën emocionale, dhunën kibernetike. Kemi përpjekur të shikojmë dhe disa nga që kështu kjo duhet ulur dhe konsoliduar kjo aleanca jonë, sepse është e rëndësishme. E dytë
Duhet ta bëjmë këtë. E dyta që është e rëndësishme është që në momentin që diskutohej projekt buxheti i vitit 2026, ne kishim një plan të rëndësishëm që diskutonim këtu në Komisionin e Ekonomisë, po besoj edhe në gjitha e komisionet, që kishte të bënte me reformën e pensioneve. Dhe u morën përsipër disa iniciativa të reformës e pensioneve, e miratuam edhe në kuvend për ndryshime që do pësonte pagesa e pensionistëve. Një gjë tjetër e rëndësishme që doli në atë kohë në grupet tona të diskutimeve, të opozicës, ka qenë edhe pagesa lidhur me lidhur me personat me aftësi të kufizuar, sidomos fëmijët me sindromën Down. Ne këtu në kuvend kemi organizuar disa herë dëgjesa me nënat që janë në shërbim të fëmijëve me sindromën Down që mund t'i vim në ndihmë. Dhe në qoftë se unë nuk e mbaj mend keq, po do t'i kërkoja ndihmë edhe zonjës Manjani edhe zotit Hado të më ndihmonin pak me këtë gjë. Ne kemi sot në Shqipëri dy ligje, ligji i sigurimeve shoqërore dhe ligji që adreson ndihmën sociale. Në këtë ligj neve marrim disa vendime Këshillit të Ministrave që adresojmë masën e kontributeve që japim. Dhe diskutimet që janë bërë atëherë kanë qenë që mbase mund të përdorim këto dy instrument për të parë se çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar këto persona që kanë nevojë për ndihmë. Prandaj edhe iniciativa e zonjës Tabaku vjen pikërisht në këtë moment që janë bërë edhe mendime, janë bërë reflektime që ky grup njerëzish ka nevojë për mbështetje dhe ndërgjegja për mbështetje ka ardhur nga kontaktet e vazhdueshme që kemi pasur me këtë komunitet që ka nevojë për mbështetje jo vetëm emocionale, po ka nevojë edhe për mbështetje financiare. Që kështu zonja Manjani, nëse do na thoni diçka? Po. Arsyeja pse propozova në dhjetor ishte pikërisht kjo që thoni ju, që të shihej, të konsiderohej gjatë momentit që diskutohej buxheti. Sigurisht që diskutimet e buxhetit kanë nisur më herët, miratimi u bë pas, po e nevojshme është që të koordinohet edhe me hapësirën që ka edhe buxheti. Unë jam e sigurt që Astriti, drejtori, e gjen patjetër, nëse ka vullnet politik, e gjen hapësirën se ku rregullohet. Po, zonja Manjani, fjala është për juve. Faleminderit zonja kryetare, nderuar deputet. Në fakt diskutimi që po zhvillojmë sot lidhet me një çështje shumë të rëndësishme të politikave sociale. Bëhet fjalë për njohjen si periudhë sigurimeve shoqërore gjatë kohës që nënat e papuna të cilat kujdesen për fëmijë me sindromën Down ose me çrregullime ndryshme të spektrit autik, ne si ministri e kemi vlerësuar me shumë seriozitet në këtë propozim, duke njohur plotësisht rëndësinë dhe sakrificën që përfaqëson kujdesi ndaj fëmijëve i vazhdueshëm, të gjithë fëmijëve me sindromën Down dhe atyre me spektrin autik. Megjithatë, pas analizës që bëm, kemi konstatuar që një ndërhyrje vetëm e kufizuar, dhe zonja Tabaku e shpjegoi këtë gjë, vetëm në këto dy kategori do krijonte një problem të rëndësishëm në aspektin e parimit të barazisë të trajtimit të njëjtave apo të kategorive të cilat janë në kushte të ngjashme. Në praktikën e sistemit tonë të mbrojtjes sociale ekzistojnë një sër kategorish personash me aftësi të kufizuar që kanë nevojë për kujdes të vazhdueshëm dhe kujdes të përhershëm, për asistencë personale, përfshir personat paraplegjik dhe tetraplegjik, personat me aftësi të kufizuar të deklaruar të paaftë për punë nga Komisioni Mjekësor i caktimit të aftësisë për punë, persona të tjerë me aftësi të kufizuar të vlerësuar nga komisionet shumë disiplinore të vlerësimit të aftësisë të kufizuar. Personat që shërbejnë si ndihmës social për personat me aftësi të kufizuar trajtohen me pagesë nga shërbimi social shtetëror, ku përfshihen edhe ndihmësit social të personave me sindromën Down apo me spektër autik në rast se ka nevojë për një kujdestar. Aktualisht, personat kujdestar të personave tetra dhe paraplegjik, përveç pagesës së kujdestarisë që përfitojnë, periudha e kujdestarisë ju njihet si periudhë sigurimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore paguhen aktualisht nga buxheti i shtetit dhe kjo e drejtë është e sanksionuar me VKM numër 618 të vitit 2006. Në këtë kontekst, do theksoja që nuk është i nevojshëm ndryshimi i ligjit, pasi në pikën 2 të nenit 58 të ligjit 7703, një nga ligjet që ju cituat, është pikërisht ligji për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, është parashikuar që Këshilli i Ministrave mund të deklarojë edhe periudha të tjera si periudha të sigurimit
duke u derdhur kontributin në fondin e sigurimit shoqëror nga buxheti i shtetit. Ligji 7703 i vitit 1993 i ndryshuar administron sigurimet shoqërore dhe si parim bazë ka periudhat e sigurimit të paguara ose ekuivalente dhe periudhat ekuivalente sipas nenit të së përcituar përcaktohen me vendim të Këshillit Ministrave. Pikërisht për të adresuar këtë problem në mënyrë sistematike dhe të barabartë, është duke u hartuar një projekt vendim i cili parashikon që periudha gjatë së cilës një person shërben si ndihmës personal për persona me aftësi të kufizuar të njihet si periudhë sigurimi në skemën e sigurimeve shoqërore. Për efekt të përfitimit të pensionit dhe gjitha përfitimeve që lidhen me të, me sigurimin e barlindjes. Në këtë iniciativë ligjore përfitojnë të gjithë ndihmësit social, pra kujdestarët e personave me aftësi të kufizuar, pavarësisht sëmundjes apo moshës, duke garantuar një mbrojtje më efektive shoqërore për kujdestarët. Gjithashtu këtu do doja citoja edhe për kategoritë të tjera që kontributet e sigurimeve shoqërore përballohen nga buxheti i shtetit, si vijon janë përcaktuara me VKM të veçanta, është VKM 854 për kriteret dhe masën e përfitimit të pagesës së papunësisë për bashkëshortin apo bashkëshorten e ushtarakut aktiv të forcave të armatosura, të ndryshuar sipas pikës 10, ku parashikohet që periudha e trajtimit me pagesë papunësie sipas këtij vendimi njihet si vjetërsi pune e siguruar për efekt të përfitimit të pensionit të pleqërisë në përputhje me ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë. Një VKM tjetër, 411, për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe njohjen si periudhë sigurimi të periudhës kur bashkëshortja ka shoqëruar personelin e shërbimit jashtëm në mision diplomatik ose post konsullor jashtë shtetit, sipas pikës 2 parashikon se Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore mbas të listë pagesave të paraqitura nga Ministria e Punëve të Jashtme të bënjojnë e periudhave të paguara sipas pikës 1 të këtij vendimi, pra të njihen dhe ato si periudha sigurimi. Një tjetër VKM që është ajo me numër 751 e vitit 2022 për një mbrojtje të veçantë nga shteti për gratë e papuna, dhe këtu kalojmë pastaj në suazën e diskutimeve që po bëjnë, për gratë e papuna me 3 apo më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç, sipas pikës 1 parashikon që grave të papuna me 3 apo më shumë fëmijë të moshës deri në 18 vjeç, ku njëri prej fëmijëve është nën moshën 5 vjeç dhe familja ka të ardhura nën 100.000 lekë në muaj, periudha e kujdesit ndaj fëmijës derisa ai të mbush moshën 5 vjeç njihet si periudhë sigurimi për efekt pensioni pleqërie dhe barlindje. Pra në mënyrë më konkrete, projekt vendimi parashikon projekt vendimi që po diskutojmë me propozimin, periudha e shërbimit si ndihmës personal për kategoritë e personave me aftësi të kufizuar të përcaktuara të njihet si periudhë sigurimi në rastet ku personi që e kryen këtë shërbim nuk është ekonomikisht aktiv, pra është i papunë dhe nuk përfiton të ardhura nga skema e sigurimeve shoqërore. Kontributet e sigurimeve shoqërore për degën e pensioneve dhe për sigurimin e barlindjes të paguhen në nivelin e pagës minimale në shkallë vendi, siç është vepruar dhe me rastet e tjera. Këto kontributet mbulohen nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si Ministria përgjegjëse për kategorinë në fjalë, dhe administrimi i listës së ndihmësve personal dhe procesi i pagesës së kontributeve të realizohet nga Shërbimi Social Shtetëror në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbledhjen dhe administrimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore, siç është vepruar dhe në rastin e fundit që unë përmenda për gratë e papuna të cilat kujdesen për 3 apo më shumë fëmijë. Nëpërmjet kësaj qasje ne faksionojmë një mekanizëm të qëndrueshëm institucional i cili së pari do të garantojë trajtimin e barabartë për të gjithë kategoritë e personave me aftësi të kufizuar që kanë nevojë për asistencë të vazhdueshme apo të përhershme, dhe së dyti njeh dhe formalizon kontributin social të personave të cilët ofrojnë kujdes personal, dhe së treti, çka është shumë e rëndësishme, siguron integrimin e kësaj periudhe në skemën e sigurimeve shoqërore, duke parandaluar përjashtimin social dhe ekonomik të këtyre kujdestarëve në të ardhmen. Në këtë mënyrë, ndërhyrja nuk mbetet thjesht një zgjidhje e kufizuar për një kategori specifike, por siç e tham, shndërrohet në një instrument politikash sociale me karakter gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Faleminderit. Faleminderit, zoti Hato, dori të thoni diçka? Jo, është okay. Atëre, kolegë, ne jemi përpara një nisme të zonjës Tabaku, një nisme e cila ndërkohë nga ana tjetër po shikon të
dikon mbi një çështje që është shumë sensitive, dhe nga ana tjetër ne kemi Këshillin e Ministrave që po punon për të revizionuar vendimet e qeverisë, vendimet e Këshillit të Ministrave lidhur me pagesat. Unë mendoj që në këtë situatë që jemi është e mjaftueshme që kemi hapur diskutimin këtu në komisionin tonë për këtë çështje, dhe ti lëm kohë dëgjesave që do të bëj komisioni i shëndetësisë për këtë çështje, i cili do të cilë pranë nesh edhe disa reflektime mbi këtë situatë. Ne jemi komision përgjegjës dhe mund ta kalojmë vendimarrjen për këtë çështje në një moment të dytë. Dhe po. Mendoj që kryetaria ka të drejtë, domethënë nëse ka një situatë që mund ta zgjidhi për momentin, edhe unë nuk kam se të insistoj që të kalojmë një ligj thjesht për ta refuzuar. Ideja është të gjejmë një zgjidhje, por propozimi im, me thënë të drejtën, është që ne mos ta zgjidhim këtë çështje me akte dytësore në ligjore. Pse mos shohim një zgjidhje ligjore, që t'i hapim një rrugë, që të hapim një kanal i cili do të qëndrojë aty për kohë, që mos varet nga një vendim i Këshillit Ministrave. Ndoshta ligji e ka hapur rrugën, e dëgjova me shumë interes zëvendës ministre. Ligji mund ta ketë hapur rrugën për punën e papaguar dhe për llogaritjen e periudhave të sigurimit. Por ndoshta do të ishte më mirë që ne të përpiqemi dhe ta shohim dhe një rrugë ligjore përveç akteve dytësore në ligjore, le t'i lëmë opsionet e hapura, të dëgjojmë shoqërinë civile për kërkesa tjera që mund të ketë, kolegët mund të kenë nevoja të tjera. Është një fushë që është shumë specifike, të them të drejtën mund të bëj politik nga mëngjesin darkë, por nuk dua që ta bëjmë këtë për politik, dua që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët që të dali nga ky parlament, që të jetë i mbështetur së pari njëherë nga gjithë zonja, dhe së dyti të jetë një nisëm që me të vërtet i shërben komunitetit. Kështu që të faleminderit nëse e shohim me këtë pikpamje që ju thoni. Zonja Allolli, po? Faleminderit zonja kryetare. Me superlativa doja të shpreh mbështetjen për nismën e përcjell sot në kuvend nga deputetja Tabaku, si një nismë mjaft sensitive e cila prek një problem social për shumë familje sot shqiptare dhe për shumë nëna që përkujdesen për pikërisht për këtë kategori fëmijësh. Vlerësoj edhe faktin e Joridës që përmendi donte të ishte korrekte në faktin që mos krijon të ndasi edhe me grupet e tjera të fëmijëve që kanë problematik, të fëmijëve me aftësi të kufizuara, por gjithashtu ju kërkoj ju të gjithëve që të mbështesim së fundmi këtë propozim që tha Jorida, që të mos krijohen më vonesa dhe të vim sa më shpejt në ndihmë të familjeve që kanë këto problematika, dhe sidomos edhe vlerësoj edhe faktin që kërkesën që bëri Jorida, ne gra deputete duhet jemi pak më iniciatore dhe më mbështetëse ndaj njëra tjetrës pikërisht në këto iniciativa. Faleminderit. Faleminderit zonja. Faleminderit zëre kryetare. Në fakt unë ndjehem shumë mirë kur shoh që më në fund për një projekt ligj që është propozuar nga zonja Tabaku, të cilën falenderoj shumë në mënyrë veçantë, shoh një dakordsi të zonjave këtu në kuvend, por dhe të përfaqësuesës së qeverisë, zëvendës ministres. Pavarësisht mendimit ndryshe se si do të zgjidhet, por të paktën të gjitha, me sa kuptova, jeni dakord që të bëjmë diçka pozitive. Dhe argumenti që solli zonja Tabaku, se nuk po hyn në diskutimin e numrave, dhe problemi është që të bëjmë një debat, po mos kemi vendimarrje derisa të gjejmë një zgjidhje përfundimtare për këtë problem. Që edhe ju zonja ekonomi thatë, dhe është një diçka pozitive. Sikur të bëhet çdo projekt ligj me këtë frym, do të shkonin shumë larg. Por gjithsesi ndofta ky është një shembull i mirë, dhe këtu në fakt më kujtohet një shprehje kam lexuar diku e Albrightit, ku thotë që s'ka më mirë kur shkojnë gratë mirë, dhe për ato gra të cilat nuk ndihmojnë njëra tjetrën ka një vend veçantë në ferr. Dhe më vjen mirë që gratë në këtë komision po gjejnë gjuhën e përbashkët për këtë nisëm. Pra, edhe një herë faleminderit, në fakt nëse votën time, atëherë përsa i përket votës time për këto raste, sidomos për këtë kategori në fakt, edhe këtu duhet mendohemi, ky është nga ato projekt ligje ku të vjen që njeriu duhet mendojë thellë, se duhet mendojmë për atë kategori të cilët realisht kanë më shumë nevojë se të gjithë. Imagjinoni një nënë që rri e mbyllur pothuajse 24 orë në shërbim të fëmijës, dhe
imagjinon kur nuk ka të sigurt as se çfarë do të ndodh me jetën e saj mbrapa. Pa hyrë në hollësira të mëtejshme se ato pastaj na fusin edhe në emocione të veçanta. Unë uroj shumë që dhe drejtori dhe për drejtori të sigurimit gjitha, pse jo, mos marrim një vendim sot, vazhdojmë ta debatojmë, ta diskutojmë deri në zgjedhjet kombëtare. Nëse për ligjit e tjera kemi marrë vendime dhe kemi thënë po apo jo brenda një dite, unë besoj që ky nuk është rasti. Ky nuk është rasti as për politik, te e themi mund ta bëjmë jashtë kamerave të diskutim, por mos u dukur sikur po bëjmë politik, por rëndësishme është të dijmë zgjedhje. Faleminderit zonja Tabaku, faleminderit kryetare, kolegë deputet, inshallah arrini votën time keni pronë në të gjitha rastet që të keni një zgjedhje për këtë kategori. Faleminderit. Atëherë do njoftohemi për takimet e ardhshme, por unë dua të para se të mbyll të falenderoj zonjën Tabaku, zonjën Manjani, zotin Hado. Kemi dhe një përfaqësues tjetër që është vini nga Ministria e Financave. Faleminderit shumë për prezencën sot. Për mbledhjen e ardhshme do njoftoheni në formë elektronike dhe sipas grupeve që ne organizojmë.